Prej më shumë se një viti e gjysmë, ky katërputrak është bërë pjesë e pandashme jetës së kësaj zonje që çdo ditë zgjell parkun e Shatarvanit për ta shëtitur atë. E lindur në Korçë, por banuese në Shkodër prej 30 vitesh, Vjollca rrëfen se vendimi për të patur Qenushin nuk ishte i rastësishëm. Me thënë të drejtën edhe sebeb që hyri, vajza më kishte një 3 mica, se s'kishte fëmijë vajza. Njëra micofi, mos smur vajza, u smur. Thash mam, ne na ka vdek babi, tash të kujtojmë babin, kemi vllain që ashtu djali 12 vjeçka. I thash unë të rregullon mama ty çaketi. Ato ndrojmë bleva këta. U gëzuan. Vjollca e quan Qenushin antistres si saj, por thekson se mbajtja një kafshe nuk është vetëm kënaqësi, por edhe impenjim dhe përgjegjësi. Megjithatë në fund bizotron një ndjenjë që është dashuria. Kam humbur kaq shumë në jetë sa i kjo tash në pleqëri sikur më largon ata. Ka përgjegjësi se tash edhe që kam dëgjuar më shumë prej njerëzve i kam ashtu që kur ju cofin e kur ju ashtu kanë një tronditje të madhe si fëmijë. Kjo histori e vogël e Vjollcës na kujton se lidhja mes njeriu dhe kafshës nuk njeh moshë, qytet apo rrethana, pasi ajo është një dashuri pa kushte.